në fshat. Është për një ditë vend? Jo, Xhebilja bashkëshortja ime është prej Rovicës Preshevës, po kur e ka pas një vjet, kur ka pas mosh një vjeçare, prindërit e saj janë shpërngul Kumanov. Edhe ajo e ka kry në Prishtinë, ka kry shkollën e mesme të mjekësisë, pastaj ka punu në fshatin tim si motër medicinale, se e kanë pas ndërhimin edhe të infermerisë, të motës të mamisë edhe të infermerisë, edhe aty jemi njohur me të. Ju e ndërtu tjetër pastaj në fshat, apo keni ardhur përfundimisht në Prishtinë? Jo, në fshat aty. Unë punova, kur i ndërpreva studimet, një vjet punova në Ferizaj, shkollë mesme ekonomike. Me vit dytë, po kishte nevojë atëherë kuadrë mungonin. Pastaj u ktheva një vjet në fshat Slupçan 8 vjeçare, punova, mirë po s'kishte atëherë telefona sikur tash, më kalëshin afatet e provimeve si mërësha vesh kur edhe u ktheva në Gjilan, punova edhe një vjet. Kreva gati provimet, krejt, vetëm 2 provime edhe tema seminarike që e bëshim atëherë, si të fundin që i kishim për diplomim, edhe pas e u ktheva në Kumanov. Në Kumanov, në 61-shin, është hap për herë të parë një paralele për shqiptarët, se ka pas shkolla për maqedonësit. Po ka qenë gjuhën maqedone? Po, suja se macedonisht, po për shqiptarët, paralelja me nëzan shqiptarë, po Shqipja, geografia, disa lanë Shqip. Tjera të sërbisht, pra varësisht ku ka pas profesorë. Profesorët macedonë ka lanë. Edhe unë kam dasht, kur e kam kryt e veçarën, për shkak se ka qenë afër normalja Kumanovës, kam dasht shkoj aty, mirë, po unë kam qenë i shkëlqyshëm si nxënës në 8 vjeçare, mirë për shkak kam në krejt shkëlqyshëm në Rëzun. Në Rëzun qëllimi ishte... Pse ka pas normalin Kumanov? Po ishte normalja e Maqedonëve, po? E Maqedonëve. E një paralele ishte për shqiptarë. Në qatë normale. Edhe tash, në Rëzun neve të shkëlqyshmit, sepse doptit i pranun, na jefshim vetëm muzikë. Do me thonë, këtë studentat shqiptarë që ishin dopt u pranun, ju që ishin shkëlqyshëm jo... Në që kam 4 kam shkëlqyshëm në Rëzun, vetëm muzikë. Ata jepshin provim muzikë, macedonisht, matematikë edhe në Shqipë. Edhe i pranun, edhe me dysh, tresh, se dysh ka pas ata, edhe me tresh, sepse pastaj i ngelshin ata. Macedonët kanë shkatru, ka qenë politikë, kanë tërgu ata dhe vetë, ma vonë, po edhe ata e kemi po në vetë, nuk ka qenë publika i qëndrim, shqiptarët duhet të kalojnë në përbanka shkollore, sa do që din vetëm 3%, jo ma shumë. Vetëm 3%. Kaq? Kaq. Pra që ka qenë shtypje e nivellit tjetër. Prej 20 nxënësve për shembull, ose 35, 7, se 24 i regjistrojshin me zorë, a di kështu me shtu numrin, 12 dilshin në klasën e 4. Pra ju se arritit mu pranu në edhe se pranova, po për mu ka një fatë se unë nuk kam pas prirje për muzikë, do të ngelnin, edhe pse kam qenë nxënës i shkëlqyshëm, e në Preshev pastaj kam gjetë vetën shumë mirë. Preshev këtë qenë? Po shkova, supranova në normalet Kumanovës, shkova në Preshev, edhe ati ka pas lonë sërbisht, mirë po drejtori ka qenë shqiptar, kretari komunës. Atmosferë tjetër? Atmosferë tjetër. Që ata profesor për shembull që në Kumanov ka ngel ka 15 shqiptarë, kur ju ka rasti me ardhë në Preshev, të regojshin kërëstori më vonë, mëse kam kry gjinozin, thashteshin, që ditarin, se na si njofim, zanë se pëll janë ju vetë notët. Në Kumanov kanë pasur që kryetari i komunës Maqedon, i komitetit Maqedon, edhe s'ke pas kërkum shtetje, atë i kanë thonë, sa të muni ngellin, po. Ju, ku vazhdut pastaj? E kryt normalin e Preshevës? Gjimnazin. Gjimnazin? Po, edhe në erdhën në Prishtinë shkollën në fakultetin e gjumës dhe letërsisë shqipe. Përfundimisht, ju a u vendosit Prishtinë, apo i këtë pastaj në Zvicër? Pasi e kreva, pasi tregova që punova një vjetë në Gjilan, njerë në Ferizaj, Slupçan,
Gjilan, edhe si absolvova, shkova drejt Kumanov, se u rrit prej një paraleles, gjimnazi u bon në Kumanov, në kuadrë gjimnazit jo Shqip, në kuadrë gjimnazit Maqedon, u bon 3 paralele. I kisha unë disa shok ati, edhe bashim përpjekje me mbledh sa ma shumë kuadrë, edhe me rrit numrin e nxënësve me mujt me hap edhe paralele tjera, edhe më shkova u angazhova në Kumanov. Do të kam shku në Kumanov në vitin 1972. 72. Edhe kam punu në Kumanovën deri 1981, kur na kanë larguar nga procesi arsimor, po shkak të mosave. Të Athenitën? Të Athenitën, mas janë bërë demonstratat këtu. Pra ka pas efekt demonstratat të Athenitës të Kosovës edhe... Fshataja, pastaj u ban shumë situate e rëndë e vështirë. Edhe gjatë gjithë asaj kohë, prej vitit 1972, deri në të Athenitën, për unë kanë qenë vite lufte me Maqedonasit. Çdo ditë kemi pas probleme që ata i trajtojnë si probleme armiqësore, nacionaliste, irredentiste. Po për gjithë shka? Për gjithë shka. Nxënësit maqedonask janë pranuar me numër pa kufizuar, të ne e mbaronin 1000 nxënës, gati 1000 nxënës e mbaronin të vjeçarin këtë rreth në Kumanovës, vetëm 90 pranoheshin. Në shkollë me? Shkollë. Në 3 paralele ka 30, 90. Edhe ata kishin laboratore, i kishin krejt. Ne vetëm ka 40 nxënës, nga njëherë e bashim janë gjithë ditarit në një fletë, edhe 50 i bashim me një klasë me rrit pak ka shumë numrin e nxënësve, se ishte krejt së mushte mi marë, po diçka me bo. Edhe llogarit ata edhe kur i thyn karrikët, se banin, ata ishin shumë të lirë, kishin mbështetjen e profesorëve, i synin karrikët kur shkonin nxënësit tanë në shtëpi, zbritin poshtë, i sillin karrikët e syme, i merrnin karrikët e nxënësve tanë që nishin pasi, edhe të nesit mbledhje të jashtëzakonshme anë miku irredentistë shqiptar, i thej karrikat, mbledhje të jashtëzakonshme. Thuja brenda javës ndote më mbajt ka 3-4 mbledhje, deri ka pas raste deri në 7-8 mbledhje janë mbajt. Luftë kështu psikologjike e vazhdueshme. Po ta tregoj një rast, për shembull të Athenitën, kur i hoqën librat pas demonstratave, edhe pretendojshin që për nxënësit, për dhurata, kur mershin për nxënësit që kishin sukses shkëlqyshëm, me marë, mershin romanet shkrimtarëve tanë edhe me përkushtime ja vjepshin për suksesin që kishin arritur. Po ata i ndalen pastaj edhe, po thonë, mi marë të autorëve sërbe Maqedon të përkësyme, edhe Maqedonisht banë mi marë.